Një furistrat me targa TR 8145P në të cilën udhtonin 4 persona ka dalë nga rruga në afërsitë të fshatit Karm, duke përfunduar në një gremin 100 metra poshtë rrugës. Për pasojë kanë humbur jetën Elidon Druri, 23 vjeç, dhe Agim Kasemi, 32 vjeç, ndërsa u plagosën rënd Artan Bajrami, 32 vjeç, dhe Edmond Kolat, 23 vjeç, të gjithë nga Shkodra. Personat e përfshirë në këtë aksident tragjik po udhtonin nga Komani në drejtim të Shkodrës dhe ishin punonjës të sigurisë në hidrocentralin e Komanit. Menjëherë banorët e zonës kanë emëruar policinë dhe brenda pak minutash kanë mbërritur në vendin e ngjarjes forcat e shumta policie, zjarr fikse dhe një helikopter i Ministrisë së Shëndetësisë që ka transportuar të plagosurit për në spitalin e traumës. Për shkak të deformimit që ka psuar automjeti nga rënja në Gremin, është dashur ndërhyrja e zjarrfiksve për të nxjerrë 2 trupat, të cilët kanë ndruar jetë në vendin e ngjarjes. Ndërkohë 2 të plagosurit pas transportit për në spitalin e traumës në Tiranë janë nështruar ndërhyrjes kirurgjikale. Policia në vendin e ngjarjes ka nisur hetimet për të zbardhur shkakun e aksidentit. Nga dëshmia që kanë dhënë banorët e zonës, mësohet se automjeti në fillim është përplasur me skarpatin e malit dhe më pas automjeti ka dalë jashtë kontrollit, duke përfunduar në Gremin. Nga hetimet paraprake, grupi hetimor në vendin e ngjarjes ka ngritur dyshime se automjeti mund të ketë rishkitur për shkak të ngritzave që krijohen gjatë natës. Kjo e provokuar dhe nga shpejtësia e lëvizjes që mund të ketë pasur automjeti. Gjithashtu, sipas policisë, shkak mund të jetë bërë dhe ndonjë defekt në sistemin e drejtimit.